Pra si kundër e dëgjuat edhe nga avokati, prokurorja i zhvarce Niko Peleshit, personit i cili u mor personalisht me inskenimin edhe falsifikimin e kësaj akuze që nuk qëndron, shkon para gjykatës dhe thot që unë nuk kam parë, nuk i kam marrë ende pamjet, nuk di çfarë ka ndodhur, po unë them të caktohet një mas sigurie, vlerësova si të drejt arrestimin në flagrancë për vepra që nuk qëndrojnë dhe kërkoj që të caktohet një mas sigurie kundër një personi, pavarësisht nëse ende vet nuk i administroj këto akte. Mua më vjen keq që gjyqtarja, cilës as emrin nuk ja kujtoj tani, po s'ka rëndësi, u bë pjesë e kësaj maskarade politike dhe e këtij inskenimi politik. Sigurisht kuptohet pse. Ju e dëgjuat besoj dje kryeministrin Rama në Devoll, erdhi për t'i kërkuar votën devollinëve, foli një orë ca dhe nuk përmendi absolutisht as edhe një gjë se çfarë ka bërë për Devollin dhe Devollin. Nuk tha asnjë gjë se çfarë do bëjnë nesër për Devollin dhe Devollin, po mor vetëm me këtë rast. Dhe pa diskutim që e gjitha kjo u inskenua që Edi Rama të shmangte përgjegjësinë e tij për keqeverisjen 12 vjeçare dhe të merrej me një tallavat të tillë siç edhe u mor gjithmonë. Unë e pyes prokuroren, po dhe gjyqtaren, ama justifikojnë dot pse me urdhër të drejtorit policisë, dhe këtë ka pranuar prokurorja në sallën e gjyqit, drejtori i policisë delegoi që kjo çështje të punoj nga punonësit e policisë në Korçë, ndërkohë që ka kompetencë territoriale komisariati i Devollit. Dhe që këtu duket që është marrë personalisht dhe ka qenë e gjitha inskenuar. Megjithatë, unë e kuptoj, drejtori i policisë, Niko Peleshi, janë eunuk të pa burr, të cilit marrin urdhra dhe zbatojnë urdhra të verbër nga shefi i tyre Edi Rama. Ndaj unë nuk e kam këtë deklarat sot me ata. Atyre do t'ja jap përgjigjet ligjërisht ashtu siç i takon. Kjo çështje sapo ka filluar. Kanë marrë në qafë një punonjës policie që ka firmosur shkresat mbi këtë akt akuzë. Me urdhër. Dhe ata e din mirë. E ftoj atë djalë të shkojë, se më thonë që është djalë i ri, nuk e njoh. Të shkojë pa qenë nevoja që ta çoj unë, edhe pse unë do ta çoj pa diskutim në SPAK dhe kudo tjetër. Të shkojë të tregoj pse e bori një gjë që si takon. Pse u mor me një çështje që si takon. Por sot dua t'i them Edi Ramës. Këtij skërfylli 2 metra të gjatë, ajdutit më të gjatë që ka njohur ndonjëherë politika, që nuk më trem dot me këto lloj inskenimesh. Unë e di që ti je djali i Kristaqit dhe je një Pispiros, që jo vetëm kanë burgosur njerëz, por kanë marrë vendime për të varur njerëz në litar. Por unë po them vetëm një gjë, që mbas datës 11 maj ti mund të shërbesh vetëm për një punë. Por të trembur gallofët për ara sepse je fiks për atë punë, por as te nuk do ta kesh mundësi ta bësh, sepse do jesh në burg Edi Rama, për gjithë shka që ke bërë, për çdo vjedhje dhe arbutri që ke bërë në këto 12 vite në Shqipëri, dhe do ta marrësh përgjigjen nga shqiptarët. Unë dhe vllai im, as jemi trembur dhe as do trembemi asnjëherë. Erdhën në Devoll dhe the që vllai i Bledion Allbatit, një njeri gjysmë metra i gjatë, është kapo. Jo, ai as është gjysmë metra i gjatë, dhe nuk është kapo. Ta thash dje, po ta them sot. Është kapedan, sepse pret dhe përcjell këdo devolli dhe qytetar dhe ndihmon me çfarë mundet. Ndërkohë që vllai jo 2 metrosh, dihet botërisht, i akuzuar nga agjensitë ndërkombëtare të inteligjencës si krye mafiozi, si krye narkotrafikanti i kokainës në Shqipëri. E pra vllai im dhe vllai jot kanë një ndryshmëri shumë të madhe. Ashtu siç unë dhe ti ndryshojmë shumë. Dhe ti një frikacak e burracak. Unë dhe vllai im nuk kemi si ti. Do ta marrësh përgjigjen nga unë dhe nga vllai im dhe nga qytetarët e Devollit mbas datës 11 maj. Faleminderit.